Ura e Mesit, një ndër monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në Shqipëri, është ndërtuar në shekullin e 18 mbi lumin e kristal të Kirit. Me restaurimin e saj të fundit, ky monument është kthyer në një atraksion të jashtëzakonshëm për turistët vendas dhe të huaj, duke fituar vëmendjen e madhe në mediat sociale dhe guida turistike ndërkombëtare. Pamjet e reja nga ura e restauruar janë ndarë së fundmi nga kreu i qeverisë, i cili e përshkroi këtë vepër si një simbol historik të gjallë që vazhdon të ruajë hijeshinë dhe vlerat e saj arkitektonike. Sipas tij, ura e Mesit mbetet një nga atraksionet më të frekuentuara në veri të vendit, duke dëshmuar një lidhje të fortë mes së kaluarës dhe të tashmes. E ndërtuar në vitin 1768 nga Mehmet Pash Bushati, ura kishte fillimisht një funksion praktik shumë të rëndësishëm, pasi shërbente si një urlisë mes qytetit të Shkodrës dhe zonës historike të Drishtit. Me një gjatësi prej 108 metrash, një gjerësi prej 3.4 metrash dhe e përbërë nga 13 harqe jo simetrike, ura e Mesit përfaqëson një shembull të shkëlqyer të inxhinierisë onane dhe mjeshtërisë ndërtimore të kohës. Monumenti shtrihet në një peizazh piktoresk, ku malet, lumi dhe natyra egër e postribës krijon një atmosferë magjike. Kjo zonë e Shkodrës është duke u zhvilluar me ritme të shpejta si një destinacion turistik gjithvjetor, duke ofruar jo vetëm bukuritë natyrore, por edhe mundësi për ecje malore, eksplorime historike dhe përjetime kulturore unike. Ura e Mesit nuk është thjesht një strukturë prej guri, por një dëshmi e gjallë e historisë, traditës dhe identitetit shqiptar. Ajo është hyer në simbol të qëndrueshmërisë dhe vlerave të trashëguara ndër shekuj, duke frymëzuar breza të tërë dhe duke tërhequr vizitorë nga gjithë bota që kërkojnë të zbukurojnë bukuritë autentike të Shqipërisë së Veriut.